të dëgjosh fundin. Prandaj ngel ashtu. Stelonta, çfarë bëj? Nuk është fare Rogerti. Mendova se u habite nga çfarë the. Jo, nuk e dëgjova çfarë ishte biseda në fund, se Stelona as Tenaldo as Rogerti. Po, për mirë. Biseda mes Shëndritit dhe Selin, mund ta ripërsërisin live ata, do ripërsërisin. Po, tash Ledion që nuk është problemi i Rogertit që mirë i bën fresk Rogertit. Rogertit bravo i qoftë, kaq kam thënë. Eksakt. Nuk gënjen këtu. Ashtu mendon Selin. I bëri fresk Brikenës, edhe nuk tha për Mateon që ka gjithë kohën që thot Mateo. Kurse unë isha i sinqert, mendoj që Rogerti duhet ta fitoj mbas meje, kuptohet. Po, se vete nuk mundet ta thoshit. Edhe arsyet i kam thënë pse, kështu që. Të tjerët u duken të sinqert përveç Selin? Besoj për Malin po një, shumë i sinqert. Për Stenaldon mu duke i sinqert, po pas ka qenë thënë gjithë i mbuluar. Ja. Se e nxori kokën atjete në dhoma në qeft, edhe Juela po pa tjetër, motra dihet se motra bërvlajnë bën gjithë shka, kurse Stelin, jo. Okej, Roger? Se emrin e mirit, për mirë njohje. Tani, e rëndësishme është që nëse është një person mas meje që duhet ta fitojnë këtë Big Brother në këtë moment, është Miri edhe e kam dhënë arsyet e mia sepse është njeriu që në fakt është më gentlemani këtu në shtëpi, që nuk ofendon dhe nuk shan as kërken. Vetëm ec me lojën e vet ashtu si DI, edhe e rëndësishme është që po e bëjmë këtë rrugtim bashkë. Po ti ke thënë deri në një pikë duhet ta fitoj Selin. Pastaj Selin. A do më mlan, o Ledion, se unë zakonisht i njifesh prit, unë sapo do thoja. Unë e kam deklaruar dhe gjithmonë do i qëndroj pranë. Kur kam hyrë në fillim kam dash gjithmonë, qose si jam unë gjithmonë Selin, dhe e keni në përdhoma rrëfimit kur kam qenë atje në Po. Te si quhet dhoma e Shpellës. Edhe është e rëndësishme që unë nuk i kam ikë asaj, deri në momentin që kjo filloi degradimin e vet, duke ul veten e vet, duke shajt, duke ofendu, e duke thënë. Pra, edhe Miri nëse fillon ato që ti e quan degradimin e vet, duke shajt, duke kështu, edhe ti do e ndrosh prapë. Miri është e rëndësishme që e ka në gjak që nuk shan, nuk ofendon, edhe për njat duhet ta fitojnë. Por mos harroni se kam thënë, tu me ke një konkurs shkollet, Miri duhet ta kishte fitu ka herë. Po ky është Big Brother, do zoti, publiku ka kuptuar tana gjanat e mira. Pra, ti po thuaj që një njeri që shan, që ofendon, që mallkon, diçka për të cilën ty të kanë akuzuar më shumë se sa çdo njeri aty brenda nuk e fiton. Mallkimin s'ka mallku keni herë, në ofendimin. Ka mallkuar zoti, ka mallkuar tek për drejt, po. Ofendimet kanë qenë të gjitha mbrenda kornizave të vllajt mall. Edhe e dyta nuk kam shajt askujt familjen. Jam marton me lojtar, tu që i kanë hangër provokimet e mia, dhe unë jam po jena këtu për me tregu veten tani, se jena 24 orë, e tregojnë se pse meritoj unë, si jena të folë për veten teme. Jo, e marrë vesh se duke folë për veten tënde, po ku flet për dikë tjetër dhe i thua të njëjtën gjë që të kanë akuzuar ty që e bën, prandaj thash. Besoj, nuk e keni problem se unë kam drejtën teme me thanë Mirin për ato arsye. Nëse ka problem me më thonë se pse s'duhet me fitu unë, edhe ju a them. Do zoti do vinë Daka, që do vinë Monika e Arbara Hajdari këtu e do e shpjegoj tamam. Përkundrazi, unë mendoj se gjilponat vazhdoi shtoja ditë për ditë se deri në tani Miri nuk është aty, Miri është bërë hija jote. Miri edhe pak. Miri edhe pak. Pra edhe ti e dakord me atë që thot Mateo, që Rogerti e ka vënë Mirin në gjumë dhe Miri këto kohë vetëm ha, duan. Unë mendoj që ka thënë Mateo Rogertit gjatë. Unë mendoj që Miri është i sinqert kur thotë që e fiton Rogerti. Ndërkohë që Rogerti është punuar me kujdes ditë pas dite dhe gjilpërat kanë qenë kështu shiringa tholla mas qafe, pap, që nuk i ndjen gjallë. Olla po doza elefantit. E vërteta është që jo, po s'kam mbaruar akoma. Se kur flet, se nuk kam mbaruar akoma. Tim do prej mu dhe do një gjosh mu. E rëndësishme është. Ora nuk kam mbaruar akoma. Pritë mbaroj, ki durim. Roger, ki durim se do ta jap fjalën. Roger, do ta jap fjalën ki durim. Ty të djegë vërteta, se në fakt, çfarë vërtetë ndjek mu? Ta them unë, Çe dona me Mirin, dhe unë shkojmë. Po mi mund ta bëj ky është mendimi jot. Mendimi im është fitu sfida. Mendimi im do shkojmë finale. Mendimi im është që ti nuk e ke më në asnjë listë Mirin, sepse ti Mirin për mua e ke nxjerrë nga loja. Miri është bërë një njeri që e merr me vete edhe e shëtit. Ama një gjë tjetër është se i dëgjoj shpesh që thon nuk e llogarisim Selinën,
po ju lat nam vetëm për Selinën flisni. Unë sa herë hap televizorin ju të dy, si Miri, vetëm për Selinën, sepse e keni frikë Selinën. Kjo është arsyeja vërtet. Do vlasim për Nikol, do vlasim për Malin, po normal se ajo është dinamik në vetvete. Arsyeja e vërtet është që Selin ka bërë që dy burra flasin me vete gjithë ditën për Selinën. Kjo është e vërteta. Dhe në këtë pikë Selina nuk i duhet fare të merret me ju. Se Selina edhe kur nuk merret me ju, prap ju e ktheni në qendrën e vëmendjes. Se kjo ka uli fije flamurin e zi, e të kuq, e flet me flamur bardh me mu. Qa kujton se ja dhe? Se nuk e gjuni fije kjo. Mendoj, dëgjoj. Do pache. Unë jam të parti mua më komenton celulitin e trupit tim. A shkon çan dëshimi ka. Do kaloj pas pak aty Selin. Vetëm shko një notë më poshtë, merr me vetë se ngjohemi me shumë zhurmë. Ja pra po them se nuk i bën jetën kritik edhe Selin me mu. Urdhëro? Se si bën jetën kritik se edhe Selin. Se edhe kjo do të zan më. Cilën kritik? Kritikën që po sillet si e mirë me mu. Po ç'a duhet ty, po ç'a thot ai? Roger, disha se ka nevojë arbri për rim, Monika. Po ç'a duhet ty? Po mos Monika do të bëj arbrin. Kur të vish flasim bashkë. Nëse Ç'a duhet ty? Nëse do më duaj, të lutem. Se nuk është fair për gjujt vetëm mirë. Po mirë, dakor. Tani na përçaf, as na përçani dot më. Dëgjoj. Publiku shqiptar do na nxjerrin nga këtu. Po sigurisht pra. S'na nxjerr ti as Monika. Po sigurisht pra, dhe unë nuk jam për të nxjerrë njerëj. Po jo ti e dikon opinion, po sikur se shqiptar kanë menjë të tyre nuk si. Unë opinionin s'do jap opinionin që do ti, do jap atë që mendoj unë. Po nuk e mendoj astikë. Asi nuk e mendoj. Unë e kuptoj. Jepet sa. Shiko. Në pikpamjen personale të lojës tënde, ore ti mirë bënëre, se ti i ke fut gjilponën aty në rregull. Po jo për vlla, unë jam të bashkëpunuar për finale ose ti. Dhe ti je në rregull. Unë s'kam gjë të puna jote, ti vazhdo. Unë jam në rregull, unë jam i miri. Inshallah i gjen ai dozë. Inshallah i gjen ai dozë. Që ai do s'duket fare në për shtëpi. Por ai është në jog. në marrëdhënie me Selinin, ti, unë kam përshtypjen se ti, domethënë, kupën e ke shumë herë më të lartë të mushme. Kështu që unë nuk kam që të kritikoj atë të marrëdhënie me ty. Kupën nuk e du, po si ishte mirë në finale. Qa do më? Jo, atë lloj kupe, jo, se nuk ka kupë në Big Brother edhe si. Po flas për kupën e finalës. Po, Ledion. Si të duken ty deklaratat për fituesin? Atër, përsa i përket... Kishe një vot, apo jo? Vetëm atë të Shëndritit? Po, vetëm të Shëndritit. Shëndriti, në fakt, ndoshta në përshpim mund këtë thënë tjetër gjë, po personalisht mua ma ka shprehur disa herë që më vizualizon si fituesja e këtij edicionit, për cilën e falenderoj dhe uroj fjala Shëndritit të dëgjohet. Sa për pjesën tjetër të shtëpisë, Stenaldo mu duk jo i drejtë dhe jo i sinqert, vetja ime ishte totalisht jo e sinqert. E disa dha një koment që qëndronte, po jo për mirin e ditës së sotme. Sa herë ke qenë e sinqert ti në gjitha pyetjet që të kërkon vllai i madh ty për të qenë sinqert? Sa herë, po. Si kam numëruar, po jam siguruar që jam sinqert. Asnjëherë. Po asnjëherë. Si Gjolli. Edhe mund të jetë. Pastaj për pjesën e Brikenës dhe Mateos, mendoj që gjithë secili e projekton veten e vet në si finalist dhe jo njëri tjetrin. Pra thonë ato që nuk mundet, pra nuk e thonë ato. Përveç vetës, kush do doje ta fitonte Big Brother. Po ishte një përgjigje safe, sepse në vërtet askush nuk e mendon që njëri tjetri mund të jetë finalist. Do ta fitoj Brikena. Fakti që ti besoj që përgjigje. Mateo nuk e më mirë se Selina. Jo, më Mateo fiks rregull. Kush do doje që ta fitonte Big Brother. Në moment që Mateo kërkoi një shpjegim se për një sekond. Në moment që Mateo kërkoi një shpjegim se zgjodhi Brikenën, përgjigja shumë stratege, një lojtar shumë fort ishte se Brikena është njëri, sepse njeriu nuk e di të tjerët ç'a konsiderohemi, po mendoj që njeriu ka dhe shumë të këqija, dhe shumë të mira, dhe shumë të njeriu ka ngjyra, kupton se tregon këtu brenda vetëm një version të vetit, nuk tregon që është njeri, se ne të gjithë jemi njerëz. Ne ju kërkuam një pyetje të sinqertë, pra na jepni një përgjigje të sinqertë, asnjëri nga ju nuk na e dha të sinqertë. Sinqeriteti ishte zero. Okej, dua të pyes pak Malin. Mali, si të duken ty deklaratat? Sa i përket Stenalit që ja kësha po pyetjen, qa ke ajo në dhomë të rrëfimit, nëse kësha mujtë me spjegu. E shpjegoj kollaj fare, se në dhomë në rrëfimit gjërat kur dalin du në prime sistemohen e sër sistemohen. Jam pyetur në dhomë të rrëfimit në një bisedë. Jam pyetur në dhomë të rrëfimit në një bisedë të gjatë, në qoftë se kur shikoj grupin e Selin,
kush mund të jetë fituesi Big Brotherit. Dhe realisht në atë grup njerëzish atje, Mateo, Selim, Brikena, Shëndrit, Gimbo, po çfarë si ka, bashkëni aty. Unë them vërtet që Selin më rri më mirë sa shumë të tjerë. Pastaj, kur vjen puna për ta fituar programin, me vendos unë, nuk ka pikën e logjikës që unë të shkoj në dhomë trofimet dhe të them preferoj ta fitoj Selin për para Malit, një vajzë e cila pa diskutim unë kam relata jo të këqija, por relata që kam me Selin nuk krahasohen as me raportin me Malin, as me marrëdhënien me Malin, dhe një lloj nuk kam pasur ndonjëherë me Selinin shkëmbime që i përkasin lojës Big Brotherit. Pra nuk është çështje sinqeriteti kjo thua? Ja, nuk është çështje sinqeriteti. Në atë grup atje unë e them prap, sepse ai material është marrë nga kjo bisedë. Pra në një diskutim të bërë gjatë, unë vë këtë grupin aty dhe them, në atë grup, pra kur mendoj këta njerëz që kanë përballë, unë e preferoj Selin si fituese dhe e them. Përballat, në qoftë se e zem ai grup është në finale, unë preferoj që Selin të fitojë. Nuk preferoj as Mateo, as Brikenën, as Shëndritën, as asgjë. Përballë Malit pastaj nuk ka pikë logjike që unë them duhet ta fitoj Selin, se s'ka kuptim. Domethënë unë me Malin këtu brenda kam qenë afër në çdo sekond times Big Brotherit. Selin dhe unë nuk na takohen interesat gjikundi hiç. E qartë. Mirë, meqense jemi tek Stenaldo dhe Mateo janë në televotim. Që kjo është djalosh. Edhe është e rëndësishme të kuptohet se cilat kanë qenë ato që mund të jenë në fakt diskutimet e fundit mes të dyve. Dihet që marrëdhënia mes Stenaldos dhe Mateos nuk ka qenë ndër më të mirat. Stenaldo është ai që mendon që Mateo ka ardhur deri aty vetëm për dinamikën që ai ka me Brikenën, ndërkohë që Mateo gjithashtu nuk është se ka ndonjë vlerësim të dukshëm për Stenaldo. Nëse më duhet ju them që unaj që pjesa e konferencës ka qenë mbase ndër të rrallat herë që dukeshit dy djem me një lloj të paktën respekti reciprok me njëri tjetrin pavarësisht se për shumë gjëra mund të mos bini dakord. Shohim klipin dhe e diskutojmë.